Biznesi ka prit me shqetësimin e CEO-dhe ekonomike. Këtë javë kemi ftu bizneset e mëdha mi taku, që i kemi antar, dhe frika është që do të jetë çmimi shumë më i lartë se që është tani. Padyshim që do të ketë efekt zinxhiror deri te konsumatori, për arsye se produkti do të jetë më i shtrejtë. Zërin Rafuna, çfarë do me thënie ka ky vendim për bizneset e Kosovës? Biznesi ka prit me shqetësim. E para nuk ka pas një konsultim të mëhershëm me biznesin. Nuk se sa janë përgatitur bizneset dhe kur është koha më e përshtatshme për biznesin për me implementu. Është parimi i përgjithshëm që çdo vendim do të implementohet të drejtë, sipas qëllimit që sillet vetëm kur të konsultohen gjitha palët. Të na është bë praktik, por ndryshim prej vendeve tjera që nuk konsultohet ajo palë që ka me implementuar vendim ose që ka për obligim me respektuar vendim edhe befasohen në moment fundit. Edhe tani brenda 2-3 muajve i kërkohet biznesit që prej 1 qershori me kalue në tregun e hapur. Biznesi ka prit me shqetësimin e CEO-dhe ekonomike. Këtë javë kemi ftu bizneset e mëdha mi taku, që i kemi antar. Ata ju kanë përgjegjë ftesës, mirë, por me kërkesë të zëre-s, se i kemi ftu dhe zëre-n që t'jenë prezente në takim, kemi lënë për ditën e hënë që të takohemi me ta, dhe do të dalëm me qëndrime konkrete prej këtij takimi, se cilat janë qëndrimet e odës ekonomike që i përfaqëson interesat e antarëve të odës ekonomike dhe të tjerëve. Në parim, liberalizimi i tregut i zhdar që biznesit ketë mundësi të zgjedhë çmimin e energjisë elektrike më të lirë prej furnizuesve të ndryshëm dhe të ketë furnizim pa ndërprerje, mirë po në realitetit të na është pak më ndryshe, për shkak se ka frikë që edhe për shkak ndryshimeve që kanë ndodhur, luftës u përmend Ukrainë, Rusinë, edhe në Evropë që çmimi i energjisë elektrike shkoi shumë lart dhe solli për herë parë një inflacion dyshifror. Ende nuk e kemi një stabilizim jo në Kosovë, pas në Evropë të furnizimit me energji elektrike, dhe frika është që do të jetë çmimi shumë më i lartë se që është tani. Nëse çmimi është më i lartë, ai padyshim që do të ketë efekt zinxhiror deri te konsumatori, për arsye se produkti do të jetë më i shtrejtë, konsumatori produktin do ta blerë më shtrejtë, dhe sfida tjetër është që në tregun e huaj produkti jon do të rritet çmimi dhe nuk do të jetë konkurrent në atë treg të huaj që kanë fituar me shumë njerëz me shumë mundje. Dhe kërkesa jonë gjithmonë ka qenë të ulëm së bashku, ta konsultojmë biznesin dhe ta shohim kur është koha ose momenti më i mirë i mundshëm për me implementu vendimin edhe për me dalë në treg të lirë biznesit. Bizneset tona jeta, më fal që po ta marr vetëm edhe 1 minutë, bizneset tona gjatë këtyre 4 vite kanë pas shumë sfida. Shumë sfida, duke fillu prej mbylljes në kohës së pandemisë, më pas kemi pas sfida se s'kemi pas një freskim të politika fiskale, nuk kemi pas një reformë në sistemin arsimor, se ka qenë një prej sfida mungesa e fuqisë punëtore. E dyta, sipas analizave që i kemi bërë me antarët e odës, edhe këtë fuqi punëtore që e kemi këtu nuk është e kualifikuar me kërkesat e tregut. E treta, mungesa e reformave në sundimin e ligjit dhe kështu me radhë. Tani shto edhe këtë sfidë, me të vërtetë për biznesin do të jetë barë e rëndë.